O Hoxh, ne thot fëmijët, a kemi të drejtë të falemi, Zoti të ruajt. Amin, Allahu të rujt edhe ty. Të gjithë mund falen. Të gjithë mund falen, ama detyrë, obligim, kur arrin moshën e pubertetit. Ama unë të këshilloj që edhe para kësaj moshe të falesh. Të mësohesh me namazin, shpërblehesh. Ruan lidhjen me Zotin e qetësisë. Ku ka më mirë? Ne gjithë kemi nevojë për Allahun e lartësuar. Pra Allahu i lartësuar, nëse ti i lutesh Zoti i qetësisë, të jep mirësi, Allahu i lartësuar të jep sukses. Wa ma tawfiqi illa billah, dhe suksesi im varet vetëm prej Allahut. Dhe ku ka më mirë se sa një i ri, një e re që rritet duke ju bind Zotit gjatësisë, duke fal namazin, duke rrit lidhjen e fortë me Allahun e lartësuar, dhe namazi është mirësi për robin. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjatësisë është sejdja. Aty shpreh dëshirat, nevojat që ke. Allahu të rujt, Allahu të boft hajrit.